Kohën e Omerit dridhët toka. Për ata sunet është në kohën e dridhjes të tokës, si pas Omer ibn Khattabi, që njerëzit të këshillojnë njerëzit në këtë tematik. Omeri e majti fjalimin dhe tha: ojo njerëz, dridhja e tokës është shkak gjunave dhe mëkate dhe lëshime tuaja. Tha bashallahu, nëse përsëritet nga në time dhe njerë toka dridhet në Medine, Omeri do të braktis Medinën. Nuk do të braktis Omeri pallatin e vetë, e as banesën e vetë, e as shtëpin e vetë. Omeri do të distancohet nga ki fshat, nga ki qitet, ku Allahut azza wa jalla i bëhet mëkat. Allahu na ruaj. Pra Allahu të ndërshëm, dridhja e tokës a një mesazh i Allahut. Pra që Allahu tregon se një ditë do të dridhet toka dhe do të zhduket çdo sen. Mos karo shumë në këtë dunja, nga se Allahu nuk e ka bon këtë dunja të qytet e përhershme. Kullu men aleja fan, çdo sen do të shkatrohet dhe do të zhduket. Allahu na i rikujton me dridhjen e tokës ditën e gjykimit, që thot Allahu në Kur'anin e Kerim: ja ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata as-saati shay'un adhim. O njerëz, keni dro Allahun, se dridhja e tokës në ditën e gjykimit është më e tmerrshme. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardat. Ditën e gjykimit do të alqifsh çdo gjithë zonë se do ta hedh fëmijën e vet nga gjini i saj. Wa tada kullu dhati hamlin hamlaha. Dhe çdo shtatë zonë do ta hedh fëmijën e saj para kohës së vet. Wa tara an-nase sukara. Do të shifra ato ditë njerëz të dehur. Wa ma hum bi sukara. Nuk janë të dehur, walakin adhab Allahi adhim. Ndëshkimi Allahut azza wa jall është i madh. Pra Allahu të ndërshëm, ja ashtu me këtë mesazh Allahu dëshiron të na tregon fuqinë absolute të tij, që thot Allahu në Kur'anin e Kerim: innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Çështjan e Allahut azza wa jall, që Allahu nëse dëshiron një sen, Allahu i thot bëu dhe bëhet.